Një debat i ashpër mes Olës dhe Gjestit, tensionet arrin kulmin në shtëpinë e Big Brother, tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten dhe këtë herë, një debat i ashpër shpërthen mes Olës dhe Gjestit. Të dy kanë pasur përplasje të mëparshme, por kësaj here, situata duket se po del jashtë kontrollit. Gjesti, i njohur për mënyrën e tij provokuese dhe për tendencën për të ngacmuar banorët me batuta ironike, duket se ka arritur pikën ku Ola nuk duron më. Ajo e shikon me nervozizëm dhe, pa u përmbajtur, fillon ta kundërshtoj me tone të larta. Ti nuk je asgjë tjetër veç se një budalla, një manjak dhe një njeri i poshtër. Shpërthen ajo, duke e shikuar drejt në sy me një shprehje të mbushur me shgënjim dhe mëllef. Gjesti qesht me ironi, si për të treguar se fjalët e saj nuk po e prekin, por kjo vetëm e acaron më shumë Olën. Pse je kaq e revoltuar? Mos vallë të ka mbetur qefi që nuk të vë më në qendër të vëmendjes. Ja kthen ai me një ton sfidues, duke e provokuar edhe më tej. Ola tund kokën me nervozizëm dhe vijon. Jo, më ka mbetur qefi që një njeri si ti vazhdon të sillet kështu, duke i përdorur njerëzit për lojën tënde të ndyrë. Nuk ke as respekt dhe as ndërgjegje. Je thjesht një strateg që mendon vetëm për veten tënde. Banorët e tjerë fillojnë të shikojnë nga ata të dy, disa të habitur, disa duke buzëqeshur nga drama që po zhvillohet para tyre. Rozana dhe Jozi, që ndodhen pranë, fillojnë të komentojnë me zë të ulët, duke parashikuar se ky debat mund të përshkallëzohet edhe më shumë. Gjesti vazhdon të qëndrojë i qetë, por me një buzëqeshje ironike në fytyrë. Ai shikon rreth e rrotull dhe më pas i afrohet Olës, duke i thënë me një ton të ulët, por mjaft provokues, mos haro, Ola, kjo është një lojë. Dhe unë e luaj më mirë se ti, kështu që qetësohu pak, se nuk të shkon nervozizmi. Ola rrotullon sytë dhe përplas duart me nervozizëm. Loj apo jo, ti je një njeri pa vlera. Dhe njerëzit jashtë po e shohin shumë mirë se kush je në të vërtetë. Me këto fjalë, ajo largohet me nervozizëm, duke lënë pas një gjesti që qesh i kënaqur, ndërsa banorët e tjerë vazhdojnë të komentojnë përplasjen e tyre të fortë. A do të ketë një përballje edhe më të ashpër mes tyre në të ardhmen? Apo ky debat ishte vetëm fillimi i një lufte të gjatë brenda shtëpisë së Big Brother?